si personifikim të përvojave jetësore, përvojave të tërtis, po edhe të përvojave shpirtërore. Në fakt, kjo është libri 10, me këso të regjimesh, ku ka, jam fokusuar të 3 zhanre të kësaj proze shkurt. Dominon, një zhanre që unë e quaj të regjime me pak fjalë. Ose, anglisht i thonë ta very short story. Edhe gjuhë tjera, kështu po, kështu e kanë të më thonë, të regjim të jeti shkurt, ku ka një gjysmë faqe tekst, ose një faqe tekst. Jo ma shumë, mund të ketë 2 ose 3 rrallë. Është një zhanër që në letërsit moderne, sot bashkohore, edhe në Evropa dhe të disa letërsit praktikohet shumë. Në është ta shumë rrallë të ne këtu, po unë e kom marrë krijoj diçka më të veçantë dhe këtu i kam dikon një 8 libra me këso tematike dhe një 2 libra tjerë tash edhe ky hyn më shumë te prozat poetike. Unë këtë rast tregime poetike i kom qujtë. Nëse tregimi i shkurt ose tregimi me pak fjalë e ka një poent ku ajo densia e mbashtrimit të lëndës kondenzohet se tepërmi. Edhe ku ngjarjet tash akumulohen të gjitha të pak fjali. Ajo ka një poent për një ngjarje, për një situatë të caktuar, sa është ajo situatë emocionale, apo është situatë jetësore, apo ekzistenciale, apo meditative, ajo varet tash se çfarë mbashtron tregimi, po gjithmonë ka edhe personazhin. A është personazh lirik, apo meditativ, apo kontemplativ, apo i shumëzuar të shumë vete tjera, apo është një personazh që personifikon situatat veçanta të njeriut. Ajo varet, domethënë, bazë të mbashtrimit ide artistik që ka autori të tregim. Edhe këto janë të ngjashme, vetëm se janë quajtur tregime poetike. Pse tregime poetike? Dihet, afërt me prozën poetike, po ka diçka ndryshim. Nëse të proza poetike ka ekskluzivisht një lirizëm që shkruhet në prozë, ku kërshëtohet prozaikja me lirizmin, po ku nuk ka ngjarje, ku nuk ka rrëfim. Të këto tregime poetike tash ekziston një rrëfim, ekziston një situatë emocionale që kërshëtohet me një situatë jetësore, ekziston personazhe dhe protagonisti caktuar. Prandaj edhe te këto tregime e veçanta është se gjithkund ka një personazh. Madje dominon një personazh i plakut për shembull ose një. Është i njëjti personazh apo personazhe të ndryshme? Të ndryshme, po ka cikle të tëra që për shembull bie fjala me cikle shkojnë këtu, edhe bishatron një personazh i plakut, cilin unë e marr, s'po them tash te karakteri moshës, po si personifikim të përvojave jetësore, përvojave të tërtis, po edhe të përvojave shpirtërore.